Trekëndshi karmës financiare, karma financiare e pasurisë dhe karma financiare e begatisë. Nëse në trekëndshin e karmës financiare gjenden 4 shifra, atëherë kjo nënkupton karmën e pasurisë. Kjo nënkupton se personi duhet të menaxhoj, lullëzoj dhe respektoj ato të dhëna të cilat tashmë i ka. Ai ka trashëguar karmën e pasurisë. Paraardhësit e tij kanë ditur të jenë të pasur. Te ky person, paratë do të vinë lehtësisht dhe ai do të di t'i administroj dhe t'i investoj në mënyrën e duhur. Ai do të di të jetë i pasur. Nëse në trekëndshin e karmës financiare të një personi gjenden 5 ose më tepër shifra, kjo nënkupton karmën e luksit dhe begatisë. Çfarë duhet të bëjë një person me karmë të tillë? Ai do të ketë pasuri marramendëse për vete dhe pasardhësit e tij. Nga ai pritet vetëm të respektojë dhuratën që i është bërë. Dëshironi të dini si mund ta përmirësojmë karmën tonë financiare? Na ndiqni!